Me këto përbërës këtu do të përgatis një byrek me presh. Byrekun me presh do ta përgatis me e fundit të preshi, do ta grim imët, do ta lajm, do ta vendosim në një tenxhere, do ta zjejmë me një gotë ujë. Pasi të ketë zjerë preshi për 5 minuta, nëse do një sasi të mjaftueshme të kohës për të zjerë, se është pjesa e fundit e preshit dhe ky është më i trash edhe i nevojitet që të zjej. E shikoj me pirun kur ka zjerë që është plotësisht i butë. Do ta kullojmë dhe do fillojmë ta përgatitim mbushjen e byrekut, në të cilin do ketë vaj sipas dëshirës. Na duhet 200 gram gjiz, na duhen 2 kokra vezë freska, 1 lug kafeje me piper të zi, na duhet dhe 1 lug kafeje për mbushjen e gjellës së byrekut me presh, na duhet dhe 1 lug kafeje me krip, për arsye sepse pjesën tjetër të kripës e përmban gjiza, se kjo gjizë është paksa e kripur. Nëse nuk e kemi gjizën të kripur, do të shtojmë krip masës së përgatitjes. Kurse për të përgatitur brumin na duhet 300 gram miell, ujë për të zënë brumin, na duhet krip, dhe kjo sipas dëshirës, sepse disa e duan të kripur brumin, disa e duan mesatar kripën. Kurse nisë shteja na duhet për të na ndihmuar për të hapur petët. Vaji gjithmonë është sipas dëshirës. Pasi kemi vendosur bishtat e preshit e tenxheria, vendosim, shtojmë në të edhe 1 gotë me ujë për zjerje, që preshi të zjerë. Do ta vendosim për të zjerë në zjarr të ngadalt për disa minuta derisa të zbutet. Për gjizën tek tasi që do bëjmë për zjerjen e gjellës, do shtojmë kripën, do shtojmë piperin e zi, do shtojmë 2 kokrat e vezëve, gjithashtu do shtojmë edhe vaj. Vaj i thamë sipas dëshirës, sepse gjiza e do vajin, edhe mund t'i hedhim me sy. Ndoshta 3 lugë gjelle. I përzijmë të masë dhe këtu pas pak do të shtojmë, pasi të ketë zjarë dhe preshit, ta kemi kulluar, do të shtojmë edhe preshin. Dhe kjo është një masë e përfunduar për byrek. Do të merrem me përgatitjen e brumit. Pas. Se kemi gati, tani do shtojmë këtu edhe preshin e zjerë. Ka zjerë preshi e kemi kulluar. Ne do ta shtojmë tek masa me vezë me gjizë që kemi përgatitur. Ta merrem me përgatitjen e brumit. Në tepsi. Mund t'i hedhim një lug çaj me krip. Gjithashtu do të shtojmë edhe ujin gradualisht, duke e punuar që të zëmë një brum për byrek. Të gjitha së bashku duke krijuar kështu mbushjen e byrekut me presh. Kjo
Kjo mas tani është gati. Dhe ne do të vazhdojmë me hapjen e petëve. Dhe ja ku kemi përfituar një brumë të lidhur, të cilin do ta lëm për gjysmë ore. Do ta lëm për gjysmë ore që të qëndrojë në qetësi. Pasi e kemi lënë për 30 minuta të pushoj brumin, e hapim në kuleç të vegjël. Në këtë mas. Do bëjmë 10-11 kuleç për poshtë, për pjesën e poshtme, dhe 9 kuleç për pjesën lart. Do ta bëjmë me dy pjesë byrekun. E rumbllakosim mirë kulaçin në këtë mënyrë, e shtypim pak me gishta, edhe e vendosim tek pjata me 20 shte. E luajmë mirë nga të gjitha anët. Dhe përpiqemi të hapim një petë të vogël. Deri në këtë madhësi. Vazhdojmë prap me brumin tjetër. Vazhdojmë kështu me të gjithë kuleçët e vegjël derisa të mbarojnë. Do t'i hapim në këtë formë. Vazhdojmë një nga një, i lyejmë petët me vaj dhe i shtrojmë. Pasi kemi bashkuar petët një nga një të lyera me vaj, kemi krijuar 2 petë të trasha. Këtë petën e parë me 11 kuleçët e vegjël dhe petën e dytë me 9 kuleçët e vegjël. Tani, në këtë moment ne do ndezim edhe furrën që ta kemi pak të ngrohur, në 200 gradë do ta vendosim. Dhe vazhdojmë me hapjen e petës së parë, petës më të trashë. Do ta lyejmë dhe ta spërkatim me pak 20 shte. Dhe me ndihmën e pecit do mundohemi të hapim të bëjmë një petë të vetme të madhe. Pasi e kemi hapur petën në një të vetme, në një petë të vetme, atëherë do marrim tepsin. Do ta lyejmë me pak zyndyrë. Dhe do të shtrojmë petën që kemi hapur. Vazhdojmë dhe me petën e dytë, petën që është më e hollë. Do ta spërkatim me pak 20 shte. Pasi e hapëm edhe petën e dytë, që është për mbulesën e pjesën e dytë e byrekut, tani do vazhdojmë me gjellën e përgatitur me preshat e zier, me gjizën dhe me vezën. Po të gjitha bashkë do t'i hedhim në tavë dhe do t'i hapim me kujdes. Do t'i hapim në këtë mënyrë që të gjitha anët të jenë barabarta, të mbuluara me gjellë një lloj. Tani do ta mbulojmë me pjesën e tjetër të petëve. Tani do ta vendosim petën duke e rregulluar me duar, që të jetë hapur në të gjithë. Do ta hapim me duar në disa vende, do ta çajmë pjesën e lartme, që kur të piqet mos të fryhet dhe digjet këtu në mes. E hapim që t'i dali navu gjatë pjekjes. Tani me ndihmën e pecit do i rregullojmë anët që të jenë uniform.
ta spërkatim. Da spërkatim me pak vaj lart. Sipas dëshirës mund t'i prejmë edhe pak feta të holla gjalpi për aromë. Po kjo është gjithmonë sipas dëshirës. Rregullojmë dhe anët e petave. Dhe këto copat e gjalpit i vendosim në anët e tepsisë që të zbuten, të piqen dhe t'jenë. Furën e kemi nxehur pak më përpara, e futim tavën për ta pjekur në 200 gram. E kemi nxjerr nga fura të pjekur byrekun, lakrorin edhe e nxjerrim në pjatë me feta të vogla.